Pra, ndrusi shpecive që ju ka thonë BMW-a, ju ka thonë Mercedes, ju ka thonë Audi-a, Volkswagen-i që nuk ndrohet, kur është automatik nuk ndrohet ulja e automatikit. Unë e kom hek se a presh këj ka la lesh, shpa lami e ko, shtu a shinin drit, po nuk është vesh kjo, ta për cilë mi tashti komplet so lam ko, edhe pse është vanë tashti mi andru, pro qërne, edhe mësi e lava, dhe në me po lamin që o kon mrena, qëto pra janë copët lamelve, edhe lami lamelve, e kur hinë që të copa, se kur copat e pive në për qëto birët e vogla që ka mrena dhe ka sita, në këto senat, nëzihet edhe lojt i lesh me njoqi, së kur kjo që shkalo lesh, edhe tani kushton më shumë si një servis, e si 2, si 3, si 4, si 5. Për shto po thëmë është mirë mja ndru, e lesh ka thët BMW-a, Mercedesi, e tjetër, unë nuk jam majdishëm si ta, po problemet pisho. Për shembull të BMW-a e Audi-a ZF-ja ju prodhon ndruset e shpecive. Vetë ZF-ja thët, duhet me ndru, kurse kur shkon të BMW-ja thët, jo, s'dosh me ndru, është kerma ekonomik, se nuk i nevoj ndruset shpecive me i bo servis as njëherë, veç motorit, dhe në këne do manë cilit e në është veç me ta shit, ty një Audi, një BMW, një Mercedes, a për që të prishe ty e me 130.000 pse se ki bo servisin, pse nuk thët BMW-ja njëherë, me thanë, natë kemi thanë, s'do të me ndru, hajde të ndrujna komplet ndrusin e shpecive dhe e ki falë.